Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 20 maj të 2025, duket se është një ditë ku ndikimet dhe favorizimet të mëdha që kanë të bëjnë pikërisht në këtë ditë. Çfarë ndodh përsa përket kësaj dite, ku kemi të bëjmë me një gjashtkëndësh që bën dielli nga Demi në Saturnin tek Peshqit, një kënd shumë pozitiv në marrje të punës, të bizneseve, ndikime pozitive, anë ekonomike, organizimi mirë i punës dhe jo vetëm. Nënshkrimi një marrëveshje është mjaft pozitive. Kryesisht ndikimet që kanë bën janë shumë favoritë, shenjat e tokës dhe të ujit, siç janë përkatësisht Demi, Virgjeresha, Bricjapi, Gaforia, Akrepi dhe Peshqit të lindës të dhjetëçit të tretë ose që kanë planete në këto shenja. Meqense pikërisht në këtë ditë kemi diellin që kalon në shenjën e binjakëve dhe fillon muaji i tyre, muaji i binjakëve, që ditëlindja e tretë e shenjës së zodiakut, ku do të thotë një pozicion ku dielli thekson komunikimin, udhëtimet, transaksionet, marrëdhëniet të gjata dhe çështje të mëdha që kanë të bëjnë. Është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme mbi vendime dhe ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje.